Kujtoj me lavdi e trimërit lartë, sepse në Celinën tonë kemi... Fshati Celini komunës Rahovecit të martën ka përkujtuar 26 vjetorin e masakrës kryer nga forcat serbe. Asnjëherë nuk mendu me u dorëzu. Tubimi përkujtimor i masakrës Celinës si dhe rënies së dëshmorëve sërish ka bërë bashk familjar veteranë invalid të luftës për të kujtuar ngjarjet e pranverës së vitit 1999 dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme. I pranishëm në këtë ngjarje ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili gjatë fjalimit të tij theksoi se masakra e Celinës nuk ka ndodhur e vetme derisa tërstina e pranverës është mbushur me përvjetor të masakrave që shteti serb i ka kryer mbi shqiptarët e Kosovës. Masakra e tmerrshme e Celinës nuk ka ndodhur e vetme. Tërstina e pranverës është mbushur me përvjetor të masakrave që shteti i Serbisë ka kryer mbi shqiptarët në Kosovë. Veçanërisht nga 24 marsi i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s mbi Jugosllavinë e Miloševićit, pikërisht për ta ndalur gjenocidin e Serbisë, ajo i pat intensifikuar dhe brutalizuar të gjitha veprimet e saj mizore për ta përshpejtuar spastrimin etnik që synonte shfarosjen tonë. Gjatë kësaj periudhe, forcat armatosura ushtarake dhe policore serbe vranë mijëra njerëz të pafajshëm e të pambrojtur, teksa torturuan, plaçkitën e përdhënuan mijëra të tjerë, si dhe djegën e shkatërruan prona dhe pasuri me vlerë të pallogaritshme kudo në Kosovë. Muhamet Ramadani, kryetari i Këshillit të fshatit para të pranishmëve, ka theksuar se ajo çfarë ndodhi fshati Celin nuk duhet të harrohet kurrë. Këtu në fshatin Celin 25 mars 1999 bandet fashiste serbe pas sulmeve të NATO-s dhe rezistencës së lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, mllefin e tyre e shfrytzuan ndaj popullatës së pambrojtje civile, vranë e masakruan gjithsej 82 veta. Bashkëtarët e Celinës 75, gjithashtu edhe 7 misafir. Pleq e plaka, gra, terinje, fëmijë. Kryetari i komunës së Rahovecit Smaj Latifi ka shprehur qëndrimin se çdo sakrificë është e vlefshme për lirinë, ndërsa ka shtuar se Celina hyn në mesin e vendbanimeve që pagoi çmim të lartë për këtë liri. Heronjtë dhe dëshmorët të vrarët pa dallim janë gjaku ynë që nuk falet. U vranë me pushk në dorë e pa pushk. U vranë fëmijë e gra, dje me burrat moshuar, sepse ishin shqiptar dhe donin liri. I vrau Serbia, e cila ishte pushtuese e që meriton dëshkim e akoma nuk ka. Meriton dënim për krimet e bëra ndaj shqiptarëve të kësaj treve, ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ndërka që nëna Fiqrie Fazliu dhe Nergjivane Regjepi mes lotësh dhe emocionave kanë kujtuar bijtë e tyre Nahid Fazliu dhe Alban Regjepi, të cilëve në mars të vitit 1999 ju shuan ëndrat nga gjakatari serb. 25 vjeçar në kom shtin tokë. 15 muaj martesa, 3 javë lullaki. Qatë ditë që ka le ditë e takon, qatë ditë 3 javë ka kërset lufta. Si e përkujtoni djalin? Djalin që takam, që ma kalan. Djalin. Unë e di që shë kum rrit këtë djallë, me ljatë e kum rrit. Sa kime kanë, këj ka ljatë me. Ljatë me këj ka. 15 muj. Martes, 3 javë lullaki, me mëtë shkavi. Pa i bon, inë Allah të zotit. Në shpia tonë, në vend tonin, kur gjabër njënë që kemi bon, që pëllaj me ljatë njënë. Që shme fanë? S'muj me falë. E pa kërkëtoj se ne që shmi dalë për shpijës a 24 mars, ne bombarduan. Ne dullëm për shpijës, me 25 i lajtëm, me një do për druma. Nese të erdha ditë pështu, kalu mirë policia, s'kene që të ushtri, nese të hinën komisaria, që shkem në nëzurën për podrumit e qëndër për jashtë. Edhe
Ne i dajtën, krejt kanë ja. Unë e kom pas për dorë, djallin. Pa dajtën djallin me dorës. Visa e më largu pak, e vrajtën. Edhe vrajtën edhe. Sa dhe e vunëzia Amerikanët. Masakra në fshatin Celinë është kryer nga forcat serbe pas fillimit të bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve serbe, ku vranë u masakruan 75 banor të Celinës dhe 7 viktima nga fshatra të tjera që ndodheshin ditën e kopshme në këtë lokalitet.